Përshëndetje dua t'u them të gjithë ndjekësve të mi në YouTube. Unë në videon e kaluar fola për narcizmin grandioz. Tipik atë moshkullin apo femrën arrogante, imponuese, e cila me vezullimin e vet, me atë shkëlqimin fake, po do të thoja, do të bëj që njerëzit t'i shkojnë pas ose të ketë të jetë e suksesshme në mashtrim në biznese apo në gjërat që i bëjnë ata. Unë siç e thash edhe vet tek narcizmi grandioz, ata nuk e kanë as pak problem, për shembull, pse si një shef i cili ka një firmë dhe ka punëtor, edhe pse nuk u paguan pagat, edhe pse u vjedh orët, ai para tyre do të shkojnë me një vetur të shtrenjët, dhe nëse dikush e merr guximin dhe e paraqet ankesën, ai do të thotë se do ta rregulloj këtë punë, mirë po në realitet ai i cili ka pas guximin ta kundërshtoj do të ndëshkohet në një formë apo në një formë tjetër. Do të thotë që narcistët grandioz nuk mërziten çka mendojnë të tjerët, por ata duan që vazhdimisht të jenë numri 1 dhe për këtë arsye ata dhe bojnë gjithçka, janë në gjendje të shkelin nëpër kufoma vetëm që ta mbojnë atë standardin, që ta mbojnë atë pozitën në të cilën ndodhin. Ata mund edhe të rrëzohen, mund edhe të dështojnë për shembull, mirë po mësojnë shumë shpejt nga gabimet dhe ngrihen shumë shpejt. Ata dinë se si ti manipulojnë njerëzit, dinë se si ti korruptojnë dhe bëjnë gjithçka që të tjerët për shembull të mos u bien në gjurmë. Duan që me patjetër të jenë ata të cilët e mbojnë pushtetin dhe në asnjë mënyrë nuk duan që të jenë të dështuar, edhe kështu shumicët edhe ju zgjat pothuaj tërë jetën. Po që se në qoftë se rastësisht bien në burg për shembull ose dështojnë në diçka, ata një nga ata për shembull, ata edhe mund që të prapë të kthehen në fillim si një viktim, derisa ta mbledhin veten dhe shumë shpejt rigjenerohen, i kanë kontaktet, i dinë gjërat se si të manipulojnë, i dinë se si të bëjnë gjërat dhe prapë ngrihen dhe vazhdimisht edhe kanë pas vetes një publik i cili i përkroh ata dhe përfiton, do të thoja, ato grimcat e tortës të cilat ai u jep nëse vjen në pushtet apo edhe nëse vjen në pozitë më të mirë. Njerëzit për shembull, nëse një femër ka qenë me një narcist grandioz dhe ka dështuar në lidhje për shkak se narcistët grandioz siç bëjnë pothuajse të gjithë narcistët, ata në realitet kanë edhe ka 2-3 lidhje në të njëjtën kohë dhe nëse njëra nga ato për shembull, nëse njëra nga ato e hedh ai, se vazhdimisht narcistët edhe i ndrojnë partnerët, e hedh jashtë jetës vet, njerëzit do të thonë po ti e ke ditur se ai edhe është parë se çfarë njeriu është, të gjithë e kanë ditur, ty të ka pëlqyer luksi ose ti ke dashur vet. Do të thotë që edhe të tjerët e dinë se këta njerëz janë më ndryshe dhe secili si në lidhje si gjithkund kupton, duhet ta di se këta njerëz veprojnë kështu dhe ky është profili i një narcisti të hapur. Mirë po, kur bëhet fjala për narcistin e fshehur apo vulnerabel, siç e quajnë gjermanët, ky lloj tjetër i cili është shumë më interesant, do të thoja për mua, unë për vete do të thoja që është shumë më interesant për shkak se ky hyn në mënyrë shumë të fshehur në mes njerëzve, në jetën e njerëzve, në lidhje me njerëzit dhe askush nuk mund pothuajse ta dalloj. Hyn poshtë radarit, atë nuk e kap asgjë. Për shkak se interesant është sepse e ka një empati të shtirur, e ka një ndjeshmëri të shtirur. Ai, nëse në realitet të gjithë narcistët janë të njëjtë, nuk ndjejnë, nuk kanë empati, nuk kanë gjithçka që e bëjnë kur është pyetje në marrëdhënie me njerëzit, e bëjnë vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për t'i bërë njerëzit për vete, për t'i manipuluar, siç e kam thënë edhe në të gjitha videot. Mirë po, kur është fjala për narcistët e fshehur,
ata mund të ndodhë për shembull që një jetë të tërë njerëzit të nuk e kuptojnë se për çka bëhet fjala. Bile nga njëherë ata janë edhe më të ndjeshëm se sa të tjerët, ata do të gjenden prap do të gjenden prap gjithmonë pranë atyre që ka nevojë do të kenë atë profilin nga jashtë që të gjithë do të thonë çfarë njeriu i mrekullueshëm. Një femër narciste është sikur një angel me krah që brenda e ka djallin dhe të gjithë do të thonë, çfarë njeriu i mirë është ajo, se ky nëse për shembull dikush femra apo mashkulli ankohet për narcistin e fshehur, të tjerët do të thonë se diçka nuk është në rregull me ty dhe ti edhe vetë do ta vresh grimosat e fytyrës se si njerëzit i bëjnë kur ti flet për partnerin narcist të fshehur, sepse ai komplet e ndryshon formën, e ndryshon atë qasjen ndaj teje dhe ndaj njerëzve jashtë. Narcisti i fshehur vije si një viktim, vije si dikush që ju kanë bërë shumë të padrejtash dhe ti mundesh atë ta mbysësh me dashuri, ti mundesh atë me dëmshuri. 24 orë mund t'i bësh shërbime, por prap se prap ajo dashuri humbet në errësirë. Asgjë nuk vlerësohet, ti je vetëm një objekt që atë e furnizon. Për shembull, tek narcistët në përgjithësi vlerojnë këto 3 rregulla: supply, do të thotë vëmendje, atë esin e shenjët që të gjithë e dinë se çka është, dhe servisi, ti duhet t'i shërbesh vazhdimisht pa ndërprerje. Kjo është ajo e cila e mban lidhjen, dhe nëse ti nuk je njëri nga këto shërbime, mungon që unë i përmenda, atëherë fillojnë problemet, atëherë fillon manipulimi me atë llojen e karrotës dhe shkopit. Sot është i dashur me disponim dhe ti e ke ndjenjën se ky është njeriu të cilin unë kam undruar ta kem në jetën time dhe je shumë e lumtur. Nesër është kritikues, injorues, duke të bërë ty të vuash dhe nga jashtë duke pa dhimbjen tënde e mbush atë boshllëkun e vet. Se unë kam thënë se narcistët brenda vetes janë bosh, nuk kanë arritur asnjëherë që të gjejnë një formë për ta stabilizuar atë boshllëkun e vet dhe vazhdimisht ju duhet vëmendja e të tjerëve dhe shumica në përgjithësi, përderisa të gjithë janë në atë shumica narcistëve në përgjithësi janë në kërkim të mbushjes së atij boshllëkut. Dhe sado që ti mundohesh, sado që ti prap se prap, ajo është vetëm momentale. Për një moment ata, sikur njeriu kur ka ngrënë bukë dhe ti për një moment tani nuk ke uri dhe je stabil dhe nuk kërkon më ushqim, ashtu është edhe tek narcistët. Nëse atyre ju ke plotësuar ato 3 esët që unë i thash, ata do të jenë në rregull. Mirë, po nëse ti për një moment nuk je në gjendje, diçka nuk shkon dhe je dobësuar, atëherë ti do të përballesh me problemet ekonomike, shëndetësore, për shembull, fëmijët e vegjël, duke pa pozitën tënde që ti nuk je në gjendje të funksionosh me ato 3 esët që unë e thash, atëherë do të shpalosin atë talentin që e kanë dhe të manipulimit, për shembull, dhe shumica në atë kohë kur ti diçka nuk je mirë, siç e thash, ke problemet që i përmena më lart, atëherë edhe do të tradhtojnë. Narcistët nuk e fshehin tradhtin. Unë për vete po ta bëja, edhe pse nuk është natyra ime ajo, unë po ta bëja pa qenë sigurt 200% se asgjë nuk do të dali jashtë, asnjëherë nuk do të bëja një gjë të tillë. Mirë, po
Kjo nuk është edhe tek narcistët, për shkak se qëllimi kryesor është që ti ta mësosh në një farë mënyre, ata do të lënë gjurmë tek tradhtia që kanë bërë. Do të lënë disa SMS pa i fshirë, do të lënë disa mesazhe, do të lënë për shembull mjetët që ata kanë përdorur, diçka në gjepat e tyre të që ti ta kuptosh në atë mos që ty të shkatërron, po edhe në atë mos që ata të mund ta mohojnë dhe të kthejnë fajin të këti se ti nuk je mirë dhe se ti dhe gjendja jote mendore nuk është në rregull. Për shembull, sikur fëmijës kur ti i thua se unë do ta blej këtë lodër dhe fëmia tërë kohën mendon që nëna ose babai do të ma blej, ti i thu do ta blej, patjetër, mirë po nuk ja cakton datën se kur do t'ja blej. Ai do shpreson dhe një ditë vjet të këti dhe thot se ti më ke premtuar, ti ke thënë se do ta blej, kurse ti me çdo kusht, një baba ose një nënë narciste do ta bëj kështu, do ta bëj fëmijën që ai të mendoj se ai nuk është në rregull dhe tërë kohën ai do të mendoj se gjendja ime mendore unë nuk jam në rregull dhe kështu ndodh edhe me partnerin e narcistit apo edhe narcistës e cila e bën tradhtin dhe nuk e pranon, pastaj fillon edhe e fajson se ti nuk je në rregull, ti po më kontrollon, kjo gjë nuk ka ndodhur kurr, ti deshte apo nuk deshte. Brenda kokës tonë ndodhin procese damtuese të cilat kanë pasoja fatale për memorien tënde, për shkak se ti nuk je në gjendje më ta dallosh ti e ke parë, ti brendësia jote, intuita jote, ti e din se kjo gjë ka ndodhur, sepse ti ke parë faktet dhe je i bindur se ka ndodhur, mirë po në realitet një narcist asnjëherë nuk e pranon dhe ti mendon se ti vetë nuk je në rregull dhe kështu që ata nuk mund ta fshehin tradhtin asnjëherë komplet për shkak se ata duan që të tjerët të dinë se ka ndodhur diçka me të cilën ata në vetvete krenohen dhe duke të parë ty duke vuajtur, duke u cuptuar brenda vetës, ata ndjehen e mbushin atë boshllëkun e vet dhe thonë me vete, ja shiqo se çka bën kjo, se ky u coptua në vete për mua, unë jam ai i cili i di gjërat, unë jam ai i cili i bën gjërat dhe i fsheh këmbët. Kjo për ta është një sukses i papar, është që ndoshta në me muaj të tërë ose javë të tëra e mbon atë në piedestalin më të lartë, pa e llogaritur se sa e ka shkatruar partnerin ose partneren me atë që ka bërë. Mirë po, siç dihet, ata asnjëherë nuk janë fajtor, gjërat nuk kanë ndodhur asnjëherë, të gjitha gjërat po të duken ty. Një narcist i fshehur është shumë interesant se ata në kohën kur janë në vitet më të re, në një moshë më të re, ata janë të detyruar pothuaja të bëjnë punë të ndryshme. Nëse një narcist i fshehur nuk e ka një profesion i cili i jep atina mundësinë që ta ketë një pozitë udhëheqëse, ose të jetë mbi të tjerët të paktën 2 ose 3 vetë që ketë në menaxhimin e tij, atëherë ai nuk do ta bëj punën me dëshirë. Nëse është vetëm një punëtor i cili ulet dikon ose ka mbi vete një kapo ose ka njerëz që e udhëheqin atë, ai punën do ta bëj vetëm në intervale shumë të shkurta, do ta ndërpres, do të ketë konflikte aty, për shkak se personaliteti i narcistit, siç e thash më herët, që e ka krijuar, që është një zot brenda vetës, ai nuk ja lejon që dikush atë ta udhëheq ose dikush t'i jap ati urdhra ose aq më keq për shembull ti thot se ti ke bërë gabim. Dhe kështu që është pothuaja e pamundur që një narcist i fshehur të jetë një punëtor diku në fabrikë ose në ndërtim ose ku ta di unë ku
ka një shef ku ka njerëz që e udhëheqin atë, e pamundur. Kështu që shumica këtu jashtë për shembull ku ka mundësi, siç janë gjermanët shumica dhe thonë se edhe vetë unë kur I dëgjoj intervistat e narcistëve, sepse unë kënaqem kur dëgjoj se si ata tregojnë se si funksionojnë dhe mua shumë më intereson kjo gjë dhe njëri nga ata thoshte për shembull se nuk ka mundësi, pse të punoj thot unë kur ka kush punon për mua ose kur ka social hilfe, ndihmë sociale, kur nuk mundem sepse unë e ndjej brenda vetës se unë jam më I mirë se të tjerët. Dhe kështu që shumica e tyre kanë edhe probleme financiare, për shkak narcistët e fshehur e kanë fjalën, për shkak se nuk mund që të jenë një punëtor I thjesht dikon I cili nuk ka asnjë mënyrë që dikush atë t'i thot se ti je më I mirë se unë, ose të paktën siç e thash 2 ose 3 vetë të jenë që ai të udhëheq. Po s'ka lidhje mosha, s'ka lidhje. Kryesore është që ata nuk munden në asnjë mënyrë që t'i nënshtrohen dikuj. Dhe shumica nga mosha 50 vjeçare e më të vjetër narcistët që I kam pasur unë në jetën time do të thoja që kam pas përvoja me ta, unë po flas për 2 femra të cilat ma kanë kryqëzuar jetën time dhe isha e patjetër e detyruar të jetoja me to, ishte se njëra nga to për shembull kur vinte puna të dilte tek fqinjat ose tek njerëzit jashtë derës së shtëpisë, ajo merrte një shkop dhe të gjithë thonin se sa gjëna, kjo nuk është mirë, kjo dhe I bëhej asaj një vend I veçantë se kjo grua nuk është mirë, se një nderim, një dhemshuri. Këtë është veti e narcistëve të fshehur, ata duan me patjetër që të kenë vëmendjen e njerëzve, jo me atë vezullimin, jo me atë imponimin si që kanë narcistët grandioz, por me dhëmshuri, gjëna, si themi te ne. Dhe kjo ju sjell atyre mjaftueshëm vëmendje, sepse vëmendja është ajo e cila ju duhet atyre. Dhe kështu, sa po shkonim ne tek fqinjet ose dikon të tjerët, të gjithë vëmendja rreth saj, a je mirë apo mund rren se ne si popull jemi human dhe vazhdimisht për të smurim për atë që nuk është mirë, kemi një lloj simpatie, empatie, dhe si do thoja dhe na vije keq, dëshirojmë që ai sadopak të ndihet komod, të ndihet mirë. Kurse tjetra, vazhdimisht që nga mosha dikon 45 vjeçare do të thoja nuk ka prekur punë me dorë. Për një moment, në një moment të jetës së saj do të them e ka gjujtur atë peshkirin, si që bëjnë ata kur dorëzohen në ring, në boks, edhe ajo e ka hedhur edhe ka thënë nuk mund të punoj. Të tjerët duhet t'i bëjnë punët e mia, mua më dhëmbin duart. Unë kam qenë për plot mjek, kam qenë tek mjekët dhe më ka pyetur mjeku pse çka bëhet fjala, po në realitet as nuk ka ajo që quhet artroze ose ndonjë dhimbje e cila ka një diagnozë, pa asnjë diagnozë. Për plot 30 ose ndoshta janë edhe më shumë vite që nuk ka bërë punë me dorë. Të gjitha punët I ka kryer dikush tjetër për te, në mënyrë imponuese, në mënyrë që unë nuk mundem, unë jam smur, në realitet të gjithë kemi një smundje, sa po I bëjmë ne 50 vite ne fillojnë diçka, dikush ka diabetin, dikush ka artroze, dikush ka, secili njeri ka një smundje, mirë po narcistët e fshehur e kanë smundjen e padokshme, smundjen e pa diagnozë, smundjen të cila nuk mund ta vërtetoj askush. Në realitet, unë kam dëgjuar edhe video se si narcistët për shembull
arrin që vetë vetën ta bindin, se ata nuk kanë gënyer, se ata nuk kanë bërë punë të këqija, ndoshta edhe po një moment e bindin vetën se unë jam i smur, unë nuk mund të hyj në lëkurën e tyre se cilat janë ato dhimbjet që ata i thonë, mirë po në realitet ata deri shumica e narcisëve të fshehur deri në fundin e jetës janë viktima, viktimizohen dhe thonë se jeta ime ishte e rëndë, të tjerët më kanë keq trajtuar, mirë po asnjëherë ata nuk janë fajtor, nuk marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Unë e pranoj se narcisët edhe janë krijuar në atë mënyrë që kanë pasur një histori të dhëmshme. Mirë, po kjo nuk do të thotë që tërë jetën ata ta marrin atë dhimbjen si një diçka për të justifikuar dhunën, për të manipuluar të tjerët, për të bërë të tjerët të vuajnë, vetëm pse ata kanë pasur një fëmijëri ose pse fatkeqësia e tyre ka qenë kjo. Ndoshta në kokën e tyre, për shembull, edhe ata kanë të drejtë kur thonë se edhe unë pa faj jam dëshkuar, edhe unë pa faj kam qenë i pafat, mirë po kjo nuk e justifikon, për shkak se njerëzit të cilët ne i marrim në jetën tonë, narcistët e fshehur apo grandioz, ne i marrim se i duam. Janë pikërisht ata njerëz të cilët nga dashuria, nga dhemshuria, nga i kemi sjell në jetën tonë, është për shembull ose prindi, nëna apo babai, vllau apo motra, dhe nuk duhet që ta shfrytëzosh dashurinë e tyre që të ndihesh ose të balancohesh me të kaluarën tënde. Dhe siç e kam thënë edhe tek videot e kaluara se shumica e tyre kanë përjetuar pa drejtësi. Shumica nga ta edhe janë keq trajtuar. Mirë po në realitet kjo nuk e justifikon asnjëherë që ata një jetë të tërë ti manipulojnë ose t'ja bëjnë jetën e vështirë pikërisht atyre që i duan dhe që i kanë sjell me vetë dëshirë në jetën e tyre. Se për shembull prindrit ne nuk mund t'i ndryshojmë, ne kemi ardhur para vetë përmes tyre dhe nuk mund t'i ndryshojmë, mirë po çka mund të ndryshojmë secili në çdo moment edhe mund ta braktis partnerin ose partneren, mirë po shumica e njerëzve kanë krijuar diçka me ta dhe i mban ende ajo shpresa e cila unë mendoj se është shumë dëmtuese, se shumica e njerëzve që nuk e njohin narcizmin, ata mendojnë se një ditë ata edhe do të ndryshojnë. Unë them se edhe narcistët ekziston ajo karma për të gjithë, edhe për narcistët, dhe mua më vije shumë keq për shembull që narcistët krijojnë një karmë të dytë ose një siç themi ne se ai që bën keq edhe do të gjej keq. Shumica e tyre përfundojnë shumë keq, për shembull, duke u braktisur nga njerëzit më të dashur, dhe edhe narcistët e fshehur e kanë pothuaja fatin e atyre të cilët unë shpesh i shoh nëpër media kur dikush del edhe thot se djali ose vajza më ka braktisur, nuk më thret asnjëherë në telefon. Është një media e cila vazhdimisht i pyet njerëzit, tani për momentin nuk po më kujtohet në rrugë pleqet dhe plakat kur thonë se më kanë braktisur fëmijët, nuk më thrasin. Mirë po në realitet ata të cilët e njohin narcizmin e fshehur, ata do ta kuptojnë dhe do të thonë se nuk do t'japin nuk do të kritikojnë, nuk do të komentojnë aty se si nuk ju vije keq ta lësh nënën apo babajnë, sepse ne si popull e kemi vetë në natyrën tonë është që njerëzit në nevojë, pleqet, pa marrë parasysh nëna apo babaj çka ka bërë, ne e justifikojmë, edhe pse dëmi është që tërë jetën ti do të përballesh me pasojat, me gjërat që me atë dhimbjen që ta kanë shkaktuar për shkak se kur ti diku e do
dhe ai e shfrytëzon dashurinë tënde, ajo dhe për të manipuluar ty, për të injoruar, për të bërë që të ndihesh keq, që të ndihet pastaj ai ose ajo mirë, ajo është një nuk e di se si quhet në shqip, është dhimbje emocionale e cila ty të shkaktohet pikërisht për njerëzve që ti i ke dashur apo që ti i don. Dhe unë për vete do thoja se nuk duhet paragjykuar as edhe ata fëmijët të cilët nuk e throsin, që janë e distancë, që i kanë lënë ata vetëm, por shkak se për asnjë moment të vetëm narcistët nuk kanë menduar se një ditë do të mbesin veten, se unë duhet të reflektoj se edhe nëse nuk ka mundësi për shembull që ti duash si një narcist ose një narciste që je, që ti duash fëmijët e tu, të udhërosh dashuri, askush nuk kërkon diçka që ti nuk e ke marrë kurrë në jetën tënde, po të paktën mos ti dëmtosh ata përmes programit që e ke brenda vetës, dhe kjo është ajo motoja që unë do të thoja që edhe nëse ne nuk mund të bëjmë mirë, të paktën mos të bëjmë keq. Kjo është ajo kryesorja. Unë ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mirë. Faleminderit nëse më ndiq.